shteti shqiptar ka zhvillim gjithmonë, nga vit në vit, nga herë në herë, nga njerëzit dhe nga presin pres. Kjo është retorikë politike. Dhe duhet të them dhe diçka, me që jemi mbi argumentin, diskutove që pari dhe the është afruar për arsye pragmatiste. Mos ndoshta në njëri nga ne ka një arsye jo pragmatiste për të qasur politik. Për kuriozitetin tënd, ka një batut Churchilli që thot, çdo njeri poshtë 30-ave është njëri emocional. Çdo njeri mbi 30-at është pragmatist. Je një person në të 30-at, nuk diko nga mosho, nuk mendoj që ti je emocionale apo idealist dhe jo pragmatist. Unë jam një sekondë se ka nevojë. Nëse do modulojmë termin pragmatist dhe ta vendosim qartë dhe pastër, pastaj ka vend për diskutim. Mundet ti theksoj dhe diçka, të lutem. Zonjës? Është shumë e rëndësishme për të kuptuar që ne nuk duhet i drejtohemi në asnjë mënyrë një komuniteti. Ne duhet i drejtohemi shqiptarëve. Komuniteti musliman janë vëllezër, motra, kristianët, budistët, do jem zë i fuqishëm për muslimanët parlament, sepse nuk kanë pasur zëri të fuqishëm në parlament. Është shumë e rëndësishme. Sot nuk kanë pasur përfaqësi në parlament. Shqiptarët nuk kanë një gjë apo një tjetër. Shqiptarët janë shqiptarë për ata. Kjo është e para dhe ajo që Për këto shqiptar e keni obligim të jeni përfaqësues. Për këto do të jeni nesër, por do jem edhe atyre që nuk kanë qenë tashmë aktualisht. Kjo është secili që nuk është ndjerë nuk ka pas përfaqësues musliman. Përfaqësues musliman nuk ka përfaqësues shqiptar të një besimi ose një besimi tjetër. Nuk ka Lizbonës, të gjitha këto probleme ndodhin. Ndjes se kisha ta thoja. Të gjitha këto probleme që ndodhin në politikën shqiptare ndodhin sepse këto Lizbonës miratojnë ligje, të cilat janë në kundërshtim me objektivat e institucioneve. Këto Lizbonës miratojnë vendime Këshillit Ministrave që nuk përputhen me ligjet dhe ka përplasje një mosharmonizim të gjithë paketave ligjore dhe fiskale dhe ndodhin në probleme të cilat lënë hapësira për abuzime, keq interpretime, keq përdorime. Jo, për mua unë vi nga një karrierë në nivelet e larta drejtuese në administratë publike dhe unë jam punojse që vërtet kam depozituar një kallëzim penal për drejtuesin e institucionit, për nëndrejtuesin e institucionit, për sekretarin e përgjithshëm dhe sot me ndihmën e drejtuesit të shtatit është urdhëruar prokuroria e përgjithshme të fillojë procedimin penal ka këtyre personave, sepse prokurori nuk e regjistron dot çështjen penale. Prandaj me respektin e konsideratër patjetër është detyruar në mënyrë është orientuar dhe ka thënë të regjistrohet çështja penale dhe të vihet në DNI zonja Islami për të gjitha veprimet e kryera. Pas ka funksionuar proceduralisht drejtësia. Zoti Pano ka një reagim për zotin Kuber. 30 sekonda se kush është cituat Churchillin, kush është nën 30 është emocional. Është batut. Dakor. Jo emocional, jo, është emocional, pra është i orientuar në emocionet, jo në politika. Po, ndërsa kush është mbi 30 është pragmatik. Fillon merret me çështjet e shtetit pastaj. Kjo ishte batuta. Tani, për aq kohë son kam ardhur këtu, kam ardhur që të diskutoj si i barabartë. Nëse përballon dot diskutimin, debatin me fakte, je sofizëm për je shumë është shumë kënaqësi të komunikosh me ty. Skip nuk bëj asnjëherë këtë ta ke pasur. Dhe ti je i qartë. Po bëni lëvizje të lehtë. Un kam 2 master. Një e kam në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jam pedagog, jam dekan studentësh në universitetin ku punoj. Janë disa kauza në jetë që nuk bien dhe nuk shiten, mbase ju me pragmatizmin tuaj nuk e kuptoni dot këtë. Për mua, kuptoni ju me pragmatizmin tuaj. E kuptoj me emocionalitetin tim me që e doni të më etiketoni si emocional. Jo, e kish kuptoj. Për mua, kauza e familjes dhe kauza që unë dua të përfaqësoj në Parlamentin shqiptar, nuk është kauzë pragmatiste, por është kauzë kombëtare. Është Zoti, është familja dhe është kombi. Pra aq kohë sa familja shqiptare shumë e vështirë për të folur për Zotin në terma politik. Nuk ka problem se flasësh Zotin politik, jemi në nivel tjetër diskutimi. Po, shiko, është një shprehje që thua që ne vim këtu si profet dhe flasim në emër të Zotit dhe komunikojmë për Zotin, kjo është diskutim shumë. Shiko, po bëni asnjëri prej jush mos i illustroni tonë për politik. Sonte jeni thjesht kandidat në listat për deputet. Si kandidat në listën për deputet. Në këtë që unë përfaqësoj dhe dua të përfaqësoj në mbrojtjen e familjes dhe kundër projektligjeve që ju po doni të kalonin në parlament, siç është projektligji i surrogacisë, siç është projektligji i përshëndetjes riprodhues që doni të çoni në abortin e vajzave 16 vjeçare pa dijenin apo konsentin e prindërve, siç është për sterilizimin e të rinjve mbi moshën 18 vjeçare me prerje. Ku është kjo? Hape lexoje, përderisa ju jeni kandidat, hapeni, lexojeni, jeni kandidat në Partinë Socialiste. Hape se e shef pastaj. E lexon. Kështu që janë disa kauza që nuk bien dhe nuk shiten dhe unë jam për të përfaqësuar këto kauza. Dhe jam ulur këtu si i barabartë me të gjithë ju, pa çka moshës time të re, ju duhet të thoni lavdë Zotit që ka të rinj që
janë të gatshëm. gatshëm, po mos u sillni si të vjetër. Janë të gatshëm ta lënë Qeliza një të lënë shoqërie. punë të tjera që mund të jemi një shpërndasje më të mirë për të solvituar më të gjë. Ju lutem se po bëni ka përcime pindarike nga tema në temë, le të jemi konkret dhe koncis siç bëjmë çdo natë në këtë debat.